Një grup prej 24 mësuesish nga institucione arsimore të Spanjës kanë zhvilluar një takim në Universitetin e Qerem Çabej në Gjirokastër, në kuadër të një programi ndërkombëtar shkëmbimi eksperjencash dhe bashkëpunimi. Në qendër të takimit ishte forcimi i marrëdhënieve mes institucioneve arsimore, shkëmbimi i praktikave më të mira dhe njohja me historinë dhe kulturën e Gjirokastrës. Universiteti jonë, në kuadrin e ndërkombëtarizimit, një vëmendje të veçantë të punës së tij ka siguruar marrëdhëniet me Spanjën dhe universitetet e Spanjës. Dhe me kënaqësi kemi vënë re se ky bashkëpunim me Spanjën ka qenë në një nivel të jashtëzakonshëm, ku ne kemi pasur bashkëpunime të ngushta në shkëmbimet dhe mobilitetet ndërmjet stafeve akademike, studentëve, por edhe nga ana juaj nëpërmjet mësuesve që jeni sot, por edhe nxënësve, madje edhe të studentëve që kanë ardhur në universitetin tonë dhe në qytetin e Gjirokastrës. Unë shpresoj shumë dhe jam besim plot që në të ardhmen bashkëpunimet ndërmjet universitetit tonë dhe atyre të Spanjës, por edhe me shkollat e mesme të Spanjës, do të vazhdojë të thellohet akoma dhe mëtej, sepse ekziston dashamirësia tek dyja palët për të vazhduar thelluar ky bashkëpunim. Vizita e mësuesve spanjoll është konsideruar një mundësi e mirë nga ana e tyre jo vetëm për të shkëmbyer përvoja profesionale, por edhe për të promovuar qytetin dhe traditat shqiptare. Yolanda Varron, y vengo de Valencia. Quhem Yolanda Varron, vi nga Valencia. Kemi ardhur në Shqipëri dhe në Gjirokastër pra për të shkëmbyer eksperjenca, traditat dhe kultura tona, për ta njohur më mirë këtë vend të mrekullueshëm dhe për të patur lidhje të reja mes nesh në të ardhmen. Pra pse të mos kemi më tepër bashkëpunim, do të ishte një gjë shumë e bukur dhe interesante. Vuestra universidad. Y vengo de Valencia, del mismo lugar. Vi nga Valencia dhe kemi ardhur me një grup kolegë spanjoll. Idea është të njihemi me punën që bëhet këtu në Shqipëri, të shkëmbejmë eksperjencat dhe në të ardhmen të krijojmë bashkëpunime. Ishte një zbulim i rëndësishëm të njiheshim me këtë qytet me një histori të madhe. Intercambiar experiencia. Vizitat të tilla pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen, duke e kthyer Gjirokastrën në një pikë referimi për projekte arsimore ndërkombëtare.